Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një patlıcan të mbushur shumë ndryshe nga ajo që kemi mësuar. Atëherë, kam 2 patlıcan të mëdhaja, kam 300 gram gjoks pule, kam 250 gram karot të cilën e grim holl, kam një tufë me majdanoz, kam 70 gram ara, do përdor majonez, kam një kokër shejt të cilën e kam qëruar, një tufë me kopër, krip, vaj dhe aceto balsamico. Përbërësit janë këto, atëherë kam marrë 2 patlıcan të mëdha dhe i kam prerë në feta të holla, të cilat do t'i skuqim dhe ndërkohë që do t'i nxjerrim nga vaj, do t'i kriposim. Kam filetot e pulës, të cilat gjoksin e pulës më saktë, të cilën e kam zirë dhe do t'a grind, do t'a lini të ftoj dhe do t'a prisni në fije të holla. Kemi qëruar shegën, arat do t'i thërmojmë, majdanoz, kopër, ilari pastruar, ndërsa për karotën do t'a marinojmë me krip, një lugë gjelle vaj ulliri dhe një lugë çaj me aceto balsamico. Dhe do t'a lëmë të marinohet paksa ndërkohë që neve skuqim patlıxhanet. Atëherë zim të parat filetot, do t'i lëmë të ftohet që t'i bëjmë fije dhe do vazhdojmë me skuqjen e patlıxhanit. Kam vendosur tiganin me vaj në zjarr dhe do fillojmë dhe do skuqim patlıxhanet. Pasi skuqim patlıxhanet nga të dy anët, i vendosim në një pjatë ku kemi vendosur letër kuzhine, që të na heqë atë vajin e tepërt, sepse patlıxhania ka veti dhe të rritë goxha vaj, dhe do t'i shtojmë krip. Nga pak krip dhe do vazhdojmë dhe do skuqim të gjitha patlıxhanet. Ky është veprimi që do bëjmë derisa të përfundojmë patlıxhanet. Pasi kemi skuqur patlıxhanët, do fillojmë dhe do bëjmë mbushjen në tavë. Atëherë do vendosim patlıxhanët në këtë mënyrë, patlıxhani të dalë lart. Dhe kështu do mbushim të gjithë tavën. Kam mbushur tavën, siç e shikoni të gjithën, me patlıxhanet dhe do fillojmë do shtrojmë fileton që kemi bën fije thash të holla. Gjoks pule ose fileto pule është e njëjta gjë, mund ta merrni, ta zieni. Dhe e presim, e bëjmë në fije të holla dhe kemi gati. Po njësoj bëjmë edhe me karotën. E presim në fije të holla, në rende, dhe kemi gati ta përdorim. Nëse nuk ju pëlqen të përdorni aceto balsamico, mund të përdorni uthull. Atëherë kam vendosur pulën, karotën dhe do shtoj majonez. Unë e kam vendosur tek qesja e pastiqerisë, mund ta hidhni me lugë nëse nuk keni qese pastiqerie. Okej, kemi shtuar gjithandej. Dhe do bëjmë po të njëjtin veprim, do shtojmë pulën, e përhapim mirë gjithandej. Do kemi shtresën njësoj. Do shtojmë karotën. Po njësoj veprojmë edhe me karotën, mundohemi që ta hapim të vejë gjithandej, që kur ta ham të ketë shije dhe të jetë gjithë përbërësit në të gjitha vendet dhe kudo që neve do ham, po themi. Nuk ja shtoj lëngun, që kemi marinuar tham me uthull, vaj, krip, por shijen e kanë marrë, sepse kanë qëndruar në marinim. Atëherë kemi shtuar edhe karotën, tani do shtojmë arat. Te shtresa e parë nuk shtova, do shtroj tek shtresa e dytë.
do jetë një shtresë me ara. Hedhe vetëm copat e arave dhe do shtojmë dhe shell. Kemi shtuar shegët, do shtojmë majonez. Kemi shtuar edhe majonezën dhe në fund fare do shtojmë majdanozin. Nëse nuk ju pëlqen shumë që ta ndjeni, mund t'i reduktoni sasit, po themi, të erëzave, apo nuk e di, nëse nuk ju pëlqen shega brenda, atëherë përdoreni vetëm jashtë nga sipër që të keni mundësi dhe ta hiqni. Kështu veproni edhe me majdanozin, nëse nuk ju pëlqen në sasi të madhe, atëherë mos e përdorni një tufë, po themi, por mund të përdorni gjysmë tufe ose një sasi të vogël për t'i dhënë shije dhe aromë, po themi. Tani do mbyll anësoret. Pasi e kam mbushur mirë, e kam përfunduar, e mbyllim dhe do ta lëm të rritë paktën për gjysmë orë, që dhe përbërësit të bashkojnë me njëra tjetrën, të marrin shije dhe pastaj do ta përfundojmë. E mbajmë në temperaturë ambienti, nuk është nevojë ta fusim në frigorifer. Thjesht temperatura ambienti sa të rritë gjysmë orë tham, ose nëse keni dëshirë dhe një orë, dhe kemi gati që ta përfundojmë. Patlıgjani mbushur ka përfunduar dhe del me të vërtet super i shijshëm dhe në tavolinë do duket një mrekulli. Mund ta përdorni dhe ta përgatisni për festat e fundvitit, por për ditëlindje, për darka dhe për çdo lloj rasti. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.